Përshëndetje Arbri dhe Drini. Përralla që kam zgjedhur për ju sot është historia e Luanit, hienës, leopardit dhe gjarprit që vendosën të rrojnë së bashku. Një herë Luani thirri hienën, leopardin dhe gjarprin dhe u tha: "Ndërtojmë një kasolle dhe rrojmë të gjithë bashkë." Leopardi apriti si në përgojë. "Të paska vajtur mirë mendja, por kam frikë se po të jemi të gjithë bashkë, nuk kemi për të shkuar mirë, secili nga ne ka huqet e veta." Ndërsa hiena foli më shkoqur. Leopardi tha të vërtetën, por kjo e ka një zgjidhje, do të mendojmë më parë si do të rrojmë dhe të bijem në ujdi, dhe pastaj nuk kemi pse të grindemi. Ndërkohë Luani foli me madhështi: "Sa për mua e kam kollaj, mund të rroj me të gjithë, por ama e kam një dobësi dhe po a them që tani nuk duroj dot plurin unë." "E po mirë," u përdron në përfjalë hiena, "do të mbajmë pastërti shëmbullore, apo jo Leopard, si thua?" Leopardi kërkosur tha: "Ju më njihni mua, unë nuk paraprish qef me asnjë, por ama nuk duroj dot kur mi ngulin syt, se po më pat pa që nevoja, pastaj nuk përgjigjem për sjelljen time." "He dëgjuat ç'tha Leopardi?" I paralajmëroi të pranishmit hiena. Luani dhe gjarpri u përgjigjën me një gojë: Po, e dëgjuam, e morëm vesh se çfarë nuk i pëlqen Leopardit, nuk do të shohim nga ai." Atëherë hiena bëri të ditur: "Tani ju lutem, të më dëgjoni me kujdes." "Fol, po të dëgjojmë." "Gjahun që zë vet nuk dëshiroj ta ndaj me tjetrin. Kur ha, nuk dua të më hyjë njeri në pjesë. Nuk i shoh dot lipsarët." "E kuptuat ç'tha hiena?" I pyeti Luani të tjerët. E dëgjuam," i përgjigjen ato me një zë. "E dëgjuam dhe do ta kemi parasysh." "Tani do të them edhe unë dy fjalë," ndërhyr gjarpi. "Kjo që do t'ju kërkoj është diçka e kotë, por unë ju a them, do t'ju lutesha shumë që të mos na shkelte kushbishtin. Ja këtë ju kërkoj." "E dëgjuat ç'na kërkoi gjarpri?" tha Luani të tjerëve. Këta ju përgjigjen një zëri: Po e kuptuam dhe nuk kemi për të harruar kur." Pas kësaj, hiena, leopardi dhe gjarpri me në krye Luanin ngritën një kasolle të madhe dhe jetuan së bashku. Një herë para kasolles së tyre kaloi çakalli, ndali para portës dhe thirrri me zë të lartë: "Tungja tjeta o të ngordhur." Tha kështu dhe bëri të largohej, por e kishte dëgjuar Luani. "O çakall," thirri, "përse na quajte të ngordhur? Ne jemi gjallë e shëndoshe mirë." Çakalli u përgjigj: "E shoh dhe unë që jeni gjallë, por juve ju ka mbetur aq pak për të jetuar, sa që tani më mirë t'ju quash të ngordhur." "E nga e pas ke marrë ti këtë?" e pyeti i habitur Luani. "I kemi dhënë fjalën shoqit se do të rrojmë në paqe e mirëkuptim. Kur nuk kemi për të ngrindur." Çakalli u skërmit me qësëndi. "Të japësh fjalën është punë e lehtë, po ta mbash është e vështirë. Ja të marrim ty. Në qoftë se ndonjëri ngre pluhur para hundës tënde, ç'do të bësh? Po ajo urtësia e leopardit ku do të vej, nëse dikush do ta shoh qoftë edhe një herë? Po me hienën ç'do të bëhet, po ja lakmoj ndonjëri nga ju gjahun? Po ajo puna e gjarprit që kërkoi të mos i shkelej bishti. Vonë apo herët, kur njëra nga këto gjëra ka për të ndodhur dhe do të plas se s'bën sherri, e si të mos të quaj të ngordhur duke e ditur këtë." Tha kështu dhe çakalli u largua, kurse Luani, leopardi, hiena dhe gjarpri mbetën bashkë ashtu siç e kishin vendosur me kuvend. Një herë leopardi erdhi nga qytetia me një dhimbje ndërdhëmb. Në këtë kohë hyri në kasolle hiena. Ishte shumë e uritur. I kishte lënë poshtë e përpjet pyllit tërë ditën e ditës, ama nuk ishte gjuajtur gjë. E pasi po e kullufiste leopardi gjahun, goja i shkoi lëng, duke e parë me zili të pafshehur. Leopardi ngriti kokën dhe leshrat ju ngritën përpjet nga zemërimi. Ju sul me hungurima të tmerrshme, e rrexoi për tokë dhe po u bë gati që ta bënte copë çik.
Nga kjo përleshje për jetë vdekje, u ngrit pluhuri dhe e mbushi të tërë kasollën. Kur e pa këtë, Luani s'duroi dot. Ju vërsur të dyve dhe i la në vend, si leopardin, ashtu dhe jenën, me disa të goditura të shputës. Por në këtë çast e sipër pa dashje i shkeli bishtin gjarprit. Gjarpri u kreshpërua, ngriti kokën dhe i nguli dhëmbët Luanit. Nga dhimbja e padurueshme, Luani ra në tokë, me trupin e rëndë e shtypi gjarprin. Por pas pak edhe vetë ngordhi nga pickimi vdekjeprues i gjarprit. Në këtë kohë paraderës së kasollës u gjën përsëri çakalli. Paqe për ju o banor të kësaj qelie të mirëkuptimit, tha, nuk pati asnjë përgjigje. I çuditur hyri në kasolla. Po ç'të shite. Luani, leopardi, jena dhe gjarpri ishin të gjithë pa jetë. Ju a thash që ky vend i priste dhe s'u gabova, që n'ka bërë hataja. Të japësh fjalën është punë e lehtë, po ta mbash fjalën është e vështirë.